Përgjime të reja nga dosja hetimore e oficerit antiterrorit, Igli Haxhiaj, i arrestuar në kuadër të një operacioni të përbashkët me prokurorinë e Breshas, zbulojnë mënyrën se si ai dyshohet se shiste informacione hetimore tek një grup kriminal. Sipas dokumenteve, Haxhiaj negocionte hapur për të shitur të dhëna konfidenciale, duke komunikuar drejt për drejt me Denis, i njohur edhe si Dario Miftiu. Të dy kishin rënë dakord të takoheshin për të shkëmbyer informacione kundrejt pagesës. Në një bisedë me një të njohur të përbashkët, Haxhiaj shprehet hapur se synon t'i thotë Miftit se kam një informacion dhe e shes, edo apo jo, duke treguar qartë motivimin financiar. Pjesë të tjera të dosjes konfirmojnë se bisedat i referohen pikërisht Miftiut, pasi ky i fundit i kishte kërkuar Haxhiaj të takoheshin nga e hëna, me justifikimin se të nesërmen ishte me fëmijët. Nga komunikimet e zbardhura del se përdoruesi i kodit ishte lidhja e përbashkët mes Haxhiajt dhe Miftiut dhe shërbente si ndërmjetës. Bisedat tregojnë gjithashtu se Haxhiaj e pranonte pa hezitim se veprimet e tij kishin synim përfitimin monetar, duke kthyer informacionin operativ në pazar të paligjshëm.